Partia Socialiste, siç tashmë e dini, ka paraqitur një dokument me 4 pika, të cilat në vetvete nuk janë as kusht dhe as ultimatum dhe as përzierje e procesit. Në rast se mund bëhet fjalë për një ultimatum, ky është ultimatumi që i rri mbi kokë klasës politike për hir të interesit madhor dhe aspiratës së shqiptarëve për integrimin në Bashkimin Evropian. Të 4 pikat, qoftë finalizimi dhe miratimi i reformës zgjedhore, reformës parlamentare, formulës për kufizimin e imunitetit dhe zgjedhjes së dakordsuar në një proces të bashkërenduar ndërmjet partive politike të presidentit të ardhshëm të Republikës, janë 4 çështje madhore të cilat kërkojnë domosdoshmërisht zgjidhje të bashkërenduar dhe konsensuale ndërmjet të gjitha partive politike për t'i garantuar qytetarëve shqiptar kalimin e provimit vjeshtës për të tretën herë në përmarrjen e statusit të kandidatit për anëtarësim në Bashkimin Evropian.